Përshëndetje të gjithëve. Jeni duke ndjekur Flasim si fëmijë në Akrolis TV, podcastin ku ne flasim për gjëra serioze po me zërin e fëmijëve. Sot kam kënaqësinë të prezentoj që sportin e ka bërë stil jete. Ai është trajner i judos, ka trajnuar edhe kombëtare shqiptare dhe prej vitesh është përgjegjës për sportin në Bashkinë e Lezhës. Por më e bukura është se ai punon edhe me fëmijë. Mirëserdhje profesor Altin Përgjergje. Jemi së gjitha, I falenderoj shumë për ftesën dhe në fakt është një kënaqësi që të jem në një mision të tillë, të flas për sportin, për fushën time dhe për atë që unë jam. Për atë që unë kam lind edhe jam me gjithçka kam nga sporti, fal sporti dhe të falenderoj shumë për ftesën ty dhe mendoj që këto programe janë shumë pozitive jo për mua personalisht, por për gjithë sportistat ndër vite, për artistat ndër vite dhe për gjithë ato figura që qyteti I Lezhës ka nxjerrë ndër vite. Faleminderit edhe një herë profesor. Atëherë le ta nisim si gjithmonë me fëmirin. Si ke qenë ti profesor kur ishe një fëmijë, mos bëje shumë rëmuja apo ishe një fëmijë i qetë? Atëherë nga vetë fakti që merrem artë marciale, kam qenë një fëmijë shumë I lëvizshëm, shumë I mbrapsht në kuptimin në asaj kohe. Dhe imi rrit me një kohë që nuk kishte teknologji, nuk kishte internet, nuk kishte Facebook dhe rrjete sociale, por kishte thjesht fëmijë të lumtur nga gjithë, ku gjithë lagja dilim jashtë pas shkollës, pas mësimit, pas detyrave kuptohet dhe lunim gjithë së bashku. Çfarë lojë luaje më shumë kur ishe I vogël? Ato lojrat që ishin të asaj kohë ishin lojra jo shumë kreative, për faktin se kishim ne mundësinë tonë, por ishin lojra tope luftë, litar, janë disa lojra që janë lojra popullore, që lidhen, kemi pas lojën me grupe pam-pam, si kemi pas të në kohën grupe partizane, grupe gjermane, si ishte ajo koha që ne I shikonim filma në televizor dhe I kthenim gjithmonë aktivitete sportive gjatë pas ditës. E mban mend herën e parë që si më themi u përplasë keq duke provuar ndonjë trok? Kam shumë herë. Por e para ka qenë në Kalan e Lezhës, si çdo fëmijë që kemi dalë atje dhe jemi rrit në Kalan e Lezhës. Ai ishte epiqendra e gjithë fëmijëve të Lezhës, gjithë kemi pas bërë lojra të ndryshme, sidomos futbollin, kemi pas një ndër lojë më të preferuar që kemi luajtur gjithë aty me lagje. Por unë si një fëmijë guximtar, provoj që të ngjis murin e kalasin jo nga porta, por nga muri. Dhe një rreshqitje dore kam marrë nga muri dhe kam pas një dëmtim serioz fakt në kokë. Dhe ka qenë momenti që kam marrë një goditje në fakt edhe jo pozitiv të mirë. Po superheroi ti preferuar, cili ka qenë? Atëherë, duke u rrit me ato vite që arti marcial ishin filmat tonë preferuar, ka qenë Jean-Claude Van Damme, një aktor shumë I preferuar imi dhe Bruce Lee, që ishin dy aktorët më të mirë të asaj kohe. Dhe ato ishin edhe frymëzimi im që u mora me sport. Kur e kuptova pra që sporti ishte gjëja jote ose çfarë moshe? Në shkollë ishim fëmijë të lëvizshëm, si sa thash më përpara, dhe ishte një kulturë që të gjithë fëmijët e shkollës ishin pak rebela, kishin këtë pjesën ajo mundja në grupe, mundja të kush është më I fortë I klasës, më I fortë I shkollës dhe unë isha një ndër ato çapkana që baja mundi me të gjithë dhe isha një person që e shikoja veten isha jo shumë I madh fizikisht, por shumë I shpejtë nga lëvizjet dhe arrit fitoja gjithmonë dhe kjo ishte një frymëzim që më dha që kuptoj që mund të jem një sportist inventar. Ka ndonjë trajner ose qoftë edhe një person tjetër që të kam frymëzuar kur ishe fëmijë? Atëherë starti im në sportin e judos ka qenë nga një kushëri I mamit, kushëri imi, I cili këtë sport e zhvilloi në Greqi në ato vite dhe kur u kthye nga Greqia në vitin 97-98 me propozoi që të futem unë pjesë e kësaj disipline sportive, duke qenë se ne që fëmijë nihnim me sportin e karates, por judoja është një sport që në fakt realisht nuk ka lidhje me karaten, por ka uniformën e bardhë dhe ti jep idenë që është një sport karate, por kur hyra më në thellësi e kuptova se sport nuk ishte lidhur fare me karaten, por është një sport full kontakt, është një sport vetëmbrojtje dhe arrita të kuptoj që gjithçka që fillova duke I bën judo ishin ato që unë kisha parë nëpër filma, në aksion dhe më lini një dëshirë shumë e madhe për ta mësuar këtë sport, për ta ndjekur. Cili është kujtimi yt më I dashur nga fëmijëra si sportist? Atëherë, ngelet si çdo kampion, duke qenë se kam qenë disa vite kampion Shqipërie, ngelet herë parë që kam dalë kampion. Kur në gazetën u shkruajte emri im dhe domethënë ishte një klasi isha gjimnazist në ato vite dhe kur kam lexuar gazetën e parë Altin Përgjergje kampion Shqipërie ishte një klasi e paparë, domethënë kjo ishte domethënë starti një ëndrre në vazhdim. Po përveç judos, a ke ndonjë hobi tjetër? Përveç judos, prapë rrim te sporti. Luaj shumë voleboll. Dhe jam shumë I dhënë mas sportit voleybollit, pasi ne jemi edhe vend bregdetar dhe lidhet drejt për det edhe me pushimet që bëjmë në bregdet. Dhe është ndër sportet që normalisht ushtrohet më shumë bregdet dhe domethënë përveç judos kam sport dy që e du shumë është voleybolli. Sot ti profesor bën edhe kurse me fëmijët në Lezhë. Si është punosh me ta?
Atëherë unë në fakt këtu ka një histori të bukur se unë e kam nisë trajnerin shumë i ri. Në moshën 20 vjeçare me propozon sekretari i Federatës Judos në Tiranë që unë të hap një ekip në Lezhë. Unë në ato vite isha kampion Shqipërie, isha gjimnazist, mbarova gjimnazin dhe hapa një palesër duke punuar me shok. Jo, se kisha një ekip, një fill, ma ishte thjesht një grup shok që banin në judo. Dhe sekretari i Federatës duke pasur që dola kampion Shqipërie në vitin 2001, atëherë në 2003 më propozoi që unë të hap një ekip në Lezhë. Kuptohet, duke qenë isha i ri dhe do hapja një ekip fëmijësh më shumë. Dhe aty startoj gjithçka. Në 2004 më kam bërë trajner ekipit Beslidja. Dhe sot jemi në 2025, kështu që janë goxha vite. Si ndryshon një fëmijë pas disa muajsh judo? Ndryshimi i një fëmie që merret jo vetëm me judo, por me gjithë artet marciale, sepse artet marciale një familje shumë e madhe, ne jemi një degë artet marciale, një degë asaj familje të madhe, që është judo dhe këtu në sportin që unë ushtroj, realisht ka shumë benefite ku një fëmijë e nis si shaka, e nis si loj, por duke kalu koha, duke kalu edhe vitet, për ato që kanë vite që ndjekin këtë sport e kuptojnë ndryshimin si nga ana fizike, nga ana psikologjike, vetbesim, vetkontroll, teknik, rezultate pse jo, ato që shikojnë diçka që duket diçka udhës ato tanike më gjatë, marrin pjesë për gara dhe unë duke qenë se jam trajner dhe i kombëtar të Shqipërisë, unë kam shkuar në gjitha garat ndërkombëtare deri në nivele botërore, kështu që kam qenë një trajner i suksesshëm edhe me fëmijët, por edhe me ekipin e tritur në vazhdimsi. Ke pasur ndonjë fëmijë që erdhi si themi shumë i turpshëm dhe tani është një kampion i vogël ose si themi judo e ndihmoi të shprehë më mirë? Jo një, shumë se thash, duke qenë se kam 20-21 vite që jam trajner, unë isha shumë i ri dhe të gjithë fëmijët që vinë ditën e parë, duke parë një ekip 30 veta, 40 veta që janë me uniformë të parë, është pak e frikshme për një fëmijë të vogël dhe kontakti i parë i vizual me gjithë ekipin është i ndrojtur ai fëmijë dhe normalisht e kap frika, paniku, ku do shkojnë, çfarë do bëjmë këtu, kur shikon ato veprimet tona hedhësh që bëjmë në palestër, një moment stepë dhe e mendon dy herë, do vi apo nuk do vi. Por unë kam një pasion shumë madh për këtë punë, për të punuar me fëmijë dhe gjithmonë i marr hap pas hapi, duke i dhënë kuptuar që fillimi nuk është siç e shikon aty në palestër, por fillimi është diçka bazike fillestare ku ne mësojmë alfabetin e judos, mësojmë anën e judos, ku është mënyra e rënieve, mënyra e kontrollit shokut, kontrollit vetes tonë, se si ne ta rrymë kundërshtarin ose shokun apo ne veten tonë, trupin tonë, pasi siç e thashmë përpara, judo është sport full kontakt. Dhe ka të bëjë me hedhje, ka të bëjë me artikulacione, me thyjet, me leva që hyn në një nivel shumë më i lartë që aty e shikojmë aty edhe në përfilma që kemi gjitha kapet që bëhen në trupin e njeriu në krah, në qafë, në gjithë pozicionet më të ndryshme, në judo është një botë shumë e madhe që e nis sportin në moshën 5 vjeçare dhe në moshën unë jam sot 41 vjeç dhe vazhdoj që të mësoj judo. Cili është sekreti që për të bërë një fëmijë si me themi që mos dorëzohet? T'japim besim. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta kuptoj fëmija që besimi është gjithçka. Nëse ne me ka ndodhur shpesh me fëmijë që kanë qenë shumë të mirë në palestër dhe momentin që kanë arritur të hyjnë në tapet në një përballje dy luftime me kundërshtarin, i ka paniku dhe frika dhe në këtë rast e kam arritur ta kuptoj nga emocioni që ka shpreh në tapet dhe automatikisht tani është çelësi i suksesit për një sportist duke orientuar në pikat kryesore, që shiko këtu, kujdes këtu, ne si tani jemi jashtë tapetit, por realisht jemi në tapet. Dhe nëse një sportist i mirë është duke bërë një garë, atë garë do jem duke bërë unë. Nga jashtë, nga emocioni që kam edhe unë për sportistin që punon, por dhe sportisti vetë duke njek me sy dhe me njërin vesh, gjithmonë sportisti më një vesh një sy ka te trajneri. Gjithmonë dëgjon me kujdes të shikon orientimin që trajneri. Dhe kjo është diçka që me të vërtetë i ka vënë që të kuptojnë fëmijët që hyrën tapet janë përballë një tillë kundërshtarit. Dhe trajneri që të drejton, por emocionet duhet linë jashtë. Çfarë është diçka që thon fëmijët që të bën të qeshësh? Tashi arti marciale është disiplinë sportive ku disiplina është kryesorja dhe duke qenë se sporti ka shumë disiplinë, unë jam shumë serioz në punë. Dhe fakti që jam serioz, një ndër batutat më të bukur që përdorin disa fëmijë të vegjël se tritët nuk e bëjnë për efekt respekti që kanë kaluar vite aty, profesor ti nuk qesh kur. Dhe kjo është momenti që unë më bën me qesh, ti përse pse ri ka serioz, nuk qesh kur, domethënë një fëmijë të kërkon një buzëqeshje, që ti ajo buzëqeshje për fëmijë është gjithçka. Sepse serioziteti nga herët e fëmijët është edhe tepruar edhe ne si trajner do ta kuptojmë veçanse. Në mosha 5-6 vjeçare që fëmijët nisin merren artë marciale deri në moshën 10 vjeçare nuk ka sport, nuk ka vlerësim, ka thjesht lojra. Lojra ndryshme që fëmijët i bëjnë dihen mirë, ndjen komod, të kuptojnë
vetbesimin, vetkontrollin, orientimin hapësirë dhe në kohë me rënje, me hedhje, me kapje dhe gjithçka të bëhet në formë loje, jo në formë gare. Pikërisht ky sport vjen nga Japonia dhe po të marrim Japoninë si shtet është një ndër shtetet më të zhvilluar të botës dhe edhe në shkollë nuk ka vlerësim deri në klasë 4, klasë 5. Më atje edhe në arsim nuk ka vlerësime. Ka thjesht ato fëmijë mësojnë kulturë, rregull, mësojnë që të jetojnë në komunitet, në shoqëri dhe domethënë deri në atë moshë atë nuk vlerësohen notë. Dhe sepse nota në farë mënyrë është ndeshkim. Është edhe vlerësim, kuptohet për atë që është nxënës i mirë, por një nxënës që nuk është i mirë është ndeshkim dhe duke i dhënë ndeshkim që në klasë parë, që në klasë 2, dhe duke i dhënë ndeshkim një fëmijë që sapo ka një sportin që ti nuk din, ti nuk ban, ti nuk je për këtë punë, ne nuk e çojmë përpara. Thjesht e bëjmë që të mbyllet vetvete dhe në një moment shumë shpejt të largohet nga sporti. A ke ndonjë fëmijë që mendon se do të arrijë shumë larg në këtë sport? Në fakt, ne në Lezhë kemi një problem serioz në lidhje me vazhdimsinë e sportistëve. Nuk është se Lezhë është një provincë, është një periferi e Tiranës dhe nuk kemi universitete, nuk kemi vende ku trind moshën 18 vjeçare kanë një tarme dhe automatikisht drejtohen drejt Tiranës për shkolla të larta, për universitete, për studime dhe drejtohen drejt vendeve fqinje për punë, sepse nevoja e disa familjeve po është e madhe për punë, për krah punë dhe fatkeqësisht e vujmë këtë pjesë shumë. Unë kam arritur që të kaloj në ekipin tim shumë talente, shumë kampiona ndër vite, ku kemi edhe 3 medalje balkanike që i kemi marrë me ekipin tonë, që janë stërvit me ekipin tonë, por fatkeqësisht në moshën 18 vjeçare janë largu dhe studime apo dhe punës. Dhe kjo është një problem serioz që jo vetëm për sportin e xhudës, por gjithë disiplinat Lezhë. Si reagon një fëmijë kur fiton medaljen e parë? Ashtu siç kam reaguar kur kam fituar medaljen e parë, ka një kënaqësi të madhe. Dhe në fakt më ka ndodhur një fenomen i bukur këtu, një gocë që kisha kampione mori medalje ballkanike në vitin që kaloi dhe momentin që fitoi medaljen, që fitoi ndeshjen finale për medalje, erdhi për shafoj mu hollë shaf. Në këtë moment ishte një ndjesi shumë e madhe sepse thash me vete, çfarë kësi ka bërë ti fëmijën? Çfarë feedbacku pozitiv merr fëmijë nga unë, nga sporti dhe nga ajo medalje që ai fitoi. Dhe ajo medalje është një stimul shumë i madh për drejtimin e jetës së saj. Dhe ajo sot vazhdon sportin dhe normalisht do vazhdojnë edhe do njekin këtë sport. Mendoj që nuk do ta lajnë, se kështu e kemi fjalën për timin nga familja, por do arrijë shumë lart. Po kur humbet një fëmijë, si e përballon ose si mëson që të paktën kjo humbja nuk është fundi? Atëherë mjeshtri i judos, Jigoro Kano, një mjeshtri i cili e themeloi judon në Japoni, nuk jeton më, përse ka shumë vite, se judo si sport është në vitin 1882 dhe sot jemi në 2025 dhe ai nuk jeton, por ka lënë disa shkrime dhe thënie shumë bukura. Humbja dhe fitoria janë në tapet barabarta. Nëse një sportist del në finale me një sportist tjetër, të dy janë fitues. Fakti që ka shkuar në nivele të tilla, është fitues edhe që zënë vendin e dytë, edhe që zënë vendin e tretë. Mjafton që ti të jesh pjesë një podiumi, por edhe nëse nuk je pjesë një podiumi, ti ke fituar shumë, sepse edhe mota e lona olimpike është pjesëmarrje shumë e rëndësishme. Pra nëse ti je një sportist olimpik, nuk është e thënë se të gjithë do jenë medalista, por gjithë janë sportistë olimpikë. Dhe fakti që ti bash pjesë një ekipi, pjesë një kombëtare, dhe ti përfaqëson një shtet në arenat e kombëtare, kjo është arritje shumë e madhe. Ju profesor keni trajnuar edhe kombëtar, si është ndjesja kur përfaqëson Shqipërinë? Atëherë, duke qenë se unë thash kam nisë trajner shumë i ri dhe nga viti 2013 kam qenë trajner kombëtarës dhe për 10-12 vite rresh kam qenë trajner kombëtar i zgjedhur me votë nga federata. Në momentin që era pandemia ishim ca probleme, jo si federat, por probleme në kuptimin nga pjesëmarrja, nëse u anulluan shumë aktivitete dhe nga ai moment kemi filluar një restart, se disa sportistë u larguan, disa të tjerë nuk e morën shumë seriozisht për faktin se një vit shkutje i penalizoi shumë edhe përgatitjen që ata kishin. Edhe duke qenë se ne jemi vend i vogël, nuk na u hap edhe dritë e shile që timi pjesë disa garave për arsye sepse nuk i plotsonim kushtet për të qenë pjesë e garave, ku një sportist të shkojë në një garë në kohë pandemie kishte një kohë shumë të lartë, pasi do bashin gjithë analizat, gjithë tamponet, gjithë ato rregullat që ishin të asaj kohe dhe këtu në fakt nga ky moment morëm pak një dyshesë të vogël si federat dhe u rikëm prap pas pandemisë, por të ish trajner kombëtar është privilegj. Të ish trajner të drejtosh kombëtar është kënaqësi e madhe pasi je ti dhe nuk ka tjetër, sepse trajneri kombëtar është një. Dhe je një që profesion një shtet. Je një që drejton një ekip që profesion një flamur. Dhe si shikojmë Amerikën, se Amerika flamurin ka diçka të shenjtë dhe ne në fakt e kemi kohët e fundit, kemi filluar ta kthejmë në mod këtë pjesë e flamurit ta përdorim shumë, por flamuri është diçka që është e shenjtë dhe ne gjithu ta mbrojmë dhe të luftojmë pa flamur. Mota jonë është e flamurit të ngrimë sa më lart. Si në sport, si më art, dhe se thash ne
si kom shqiptar jemi kom shumë i përgatitur nga ana fizike dhe kemi një karakter shumë fort. Dhe po të shikojmë me kujdes në të gjithë vendet e botës, shqiptarët janë në vend parë në sporte të ndryshme. Shqiptarët dominojnë sportet luftarake, sidomos sportet luftarake, duke pas një karakter luftarak, një karakter shumë fort si popull. Pse? Sepse jemi një vend i vogël, por jemi sunduar gjithmonë nga vendi i Shqipërisë. Dhe duke qenë se gjithmonë kemi qenë duke mbrojtur nga kundërshtarët, kemi arritur të fitojmë një imunitet nga sulmet dhe timi njerëz të ashpër në kuptimin e fjalës, dhe duke qenë një ashpër edhe në sport je dominues gjithmonë. A merr ndonjëherë ndonjë kartolinë apo një simbolik pra si fatësi ose nga fëmijët kur ke gara? Patjetër që marrim dhe kartolina marrim si nga federata, si nga fëmijët e ekipit, si nga federata botërore, se duke qenë se ne jemi pjesë e federatës botërore, si strukturë dhe nga gjithë nivelet deri më të larta botërore kemi marrë kartolina, urime të ndryshme, si për punën që bëjmë ne dhe për festat të ndryshme, organizime të ndryshme që kemi bërë në Shqipëri. Si a del të balancosh punën, sportin dhe familjen? Njeriu në jetë ka dy zona, ka pasion dhe profesion. Pasioni im ishte sporti. Fati që ishte pasioni im sporti, edhe profesioni në zëllat kem sportin. U shkollova për sport, marrova master, në bachelor për sport, master për sport dhe master profesional për judo në lidhje me fushën e judos përsëri. Nivelin ndërkombëtar në federata botërore dhe gjithë shkollimi im dhe formimi im është i lidhur me sportin. Faktikisht që kam gjithë këtë karrierë sportive, mu hapën dytë në Bashkimin e Ergjës, se ti jem pjesë e sportit. Në fillim si specialist i sporteve, tash kohët e fundit, vitet e fundit edhe si përgjegjës i sporteve në Ergjë, ku fal punës, fal përkushtimit, fal arritjeve që kam pas dyert hapura dhe kam pas një respekt veçantë nga gjithë institucionet. A i ke mësuar edhe fëmijët e tu me judo apo të thonë babave tani me këtë judo se kemi? Fëmijët, aktualisht kam një djalë, moshën 3 vjeçare, dhe tash po tham tu dhe në program po pres një djalë dytë. Dhe mendoj se deri nga fundi muajit do bam baba përsëri domethënë, dhe kjo është një ndjesi që më zi e pres. Vina i ditshëm të vinë fëmija është mirë, kjo është kryesore, pastaj fakti që është djalë apo vajzë nuk ka shumë rëndësi, por unë do i fus të dy në sportin e judos dhe do bëj maksimumin tim për t'i dhënë atë që unë kam ndjerë dhe atë që unë kam kaluar gjatë këtyre viteve. Nëse ata do ta shikojnë si diçka përparësi, unë do t'i ndjek në gjitha hapat dhe deri në fund botës. Nëse ata do më shprehin se shiko, ky sport do marrim vetëm për veten tonë, atëherë do kenë rrugën e vërtetë të ikin atë dëshirën e vet. A silloni si themi si një skuadër edhe në shtëpi? Në shtëpi në fakt jemi skuadër sepse nusja është infermiere, por nuk ka shumë e sportit, por duke qenë se kam një djalë shumë shkallë, se s'ka ku shkoj, s'ka ku ngjaj, dhe ne çdo darkë kemi atë luftën familjare në shtëpi me lojna, me jostek, se ose unë vazhdoj të luaj lojën e fëmijërisë edhe me djalin tim që ti jap me kuptues se nuk ka gjithçka rrjeti social apo televizori, por gjithçka është që ti kalosh momente me familjen sa më shumë, me lojë të ndryshme, me aktivitete të ndryshme që ti bëjmë fëmijët tonë që pjesë e aktivitetit sportiv dhe jo pjesë e teknologjisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Profesor, po të ishe një lojë, çfarë lojë mendon se do isha? Lojë, çdo person do të ishte loja që fëmijët pëlqejnë. Loja më popullore që ekziston në gjithë botën tash është futbolli. Dhe po të themi se doja të isha lojë judo, nuk do lidhem shumë me masivizimin, sepse judo nuk është një sport që është për gjithë, është një sport që është për disa elemente. Ndërsa futbolli është për gjithë. Kështu që ndoshta do zgjidhja e futbollit. Nëse do të shkojnë në një aventurë me një fëmijë ose me disa fëmijë të cilësh merren me judo, ku do të shkonin? Nëse do ishte për brenda Shqipërisë, do preferoja zona malore, piknike dhe udhëtimet që bëhen mal me grupe të trinj dhe fëmijë që janë shumë bukur dhe janë shumë të shëndetshme. Por të ishte jashtë Shqipërisë, ëndra ime është që shkoj te tempulli i judos, aty ku me vërtet u themelu judoja në Japoni. Dhe bëj një vizitë te tempulli i judos dhe te varri i personit që e ndërtoi këtë sport. Sepse atje është varri i mjeshtit të madh Zigor Kanës, është një vend ku shkojnë nga gjithë bota. Po nëse do të ishe një personazh vizatimor ose një personazh filmi, cili mendon se do të isha? Duke qenë se jam marrë arti marciale në sportin luftarake, unë që vogël kam ndjekë personazhin Goku. Dhe Goku ka qenë një personazh vizatimor që ne ka rrit. Dhe ndoshta do pretendoja që të kisha figura e Gokut. Për ta mbyllur, çfarë këshillë do të jepje fëmijëve që duan të merren me këtë sport?
Atëherë kjo është për mua edhe një pyetje shumë e rëndësishme pasi gjithë mësues, gjithë trajnerët dhe gjithë ato që drejtojnë ekipe kanë një mesazh. Dhe mesazhi është shumë i qartë, të merrni me sport. Të merrni me sport dhe i bëj thirrje gjithë prindërve. Orientoni fëmijët drejt sportit që nga mosha e vogla. I largojmë nga teknologjia, i largojmë nga rrjetet sociale, i largojmë nga stresi që shumë familje sot në Shqipëri po i kalojnë për arsye ekonomike, arsye të ndryshme dhe fëmia nuk ka asnjë fal. Fëmia kërkon që të argëtohet edhe i vogël, edhe duke u rritur. Ne jemi përgjegjës kryesor për fëmijët, ne prindërit. Fëmijët i orientojmë drejt sporteve, drejt artit, që fëmia të ketë një kohë të limituar në rrjetet sociale. Ndoshta edhe fare, por fare është e vështirë, nuk ka realizon dot, por të ketë një kohë të limituar në rrjetet sociale dhe të merret sa më shumë sport. Shëndet, disiplinë, kulturë, pse jo dhe arritjen të ardhmen, gjithçka, vetbesim, vetkontroll dhe një fëmijë që është sportist edhe në shkollë ka një karakter tjetër me fëmijët tjerë, sepse qëndrimi që ka një sportist është shumë më serioz. Komunikimi që ka më tjetër është shumë më korrekt. Ana fizike është shumë më mirë kuptohet sepse duke marrë me sport ke një fizik më të rregullt, më të shëndetshëm. Dhe si sa shpreha tjetër, trupi i shëndetshëm e një zhnosh. Është shumë e rëndësishme. Profesor, faleminderit që ishe me ne sot. Fëmijët kanë nevojë me të vërtet për njerëz si ty që jo vetëm mësojnë të fitojnë, por edhe se si të qëndrojnë këmbë pas çdo rënie. Urojmë që shumë kampionë të vegjël dalin nga duart tuaja dhe gjithmonë me buzëqeshje. Faleminderit që bisedove me ne sot. Kënaqësia është ime që isha pjesë e kësaj interviste, mbi gjitha duke qenë një intervistë nga një nxënëse shkolle e cila më tallë drejt një gazetare shumë e mirë. Kuptohet nga starti që kemi duke që është diçka shumë pozitive dhe ju komplementoj dhe ju them që ndjekni shumë këtë rrugë dhe bëni sa më shumë promovimin e sport sinar sepse është diçka që është e domosdoshme për shoqërinë sot. Pasi thashë më përpara shoqëria po vun nga stresi, ndoshta nga ngarkesat negative dhe sporti dhe arti janë dy fushat kryesore që mund t'i nxjerrin nga ky batak që kanë rënë. Disa jo gjithë, kupton. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe një herë profesor. Faleminderit edhe ju shikuesve tanë që na ndoqët edhe sot. Mos harroni do jemi çdo ditë këtu të shtunën dhe të mërkurën në Akrolis TV në orën 18:00. Mirupafshim.